ndodhshme në cilën zonë kryesisht? Pra, le të themi, kush është zona juaj e influencës dhe kë ndihmoni nga lista e hapur, ju, i listës së mbyllur? Shko, gjithsesi në preferenca kemi, por ne jemi për numër 1, për mos të prishur patjetër dhe atmosferën që kanë kandidatët e tjerë. Unë mbuloj një pjesë shumë madhe, mbuloj një pjesërisht Divjak, Çermat, një pjesë gjysmën e bashkisë Divjak, qytetin e Lushnjës si qytet, për edhe disa komuna tjera, njësi administrative Dushk, edhe pjesërisht të Gorres, pra mbuloj një zonë relativisht shumë të madhe. Megjithatë, kjo nuk më frenon që influenca dhe të paktën me kolegët e tjerë kemi një bon sens duke qenë se nuk kërkojmë vota preferenciale dhe personale. Unë hy të gjithë aty ku ka influencë pavarësisht se nuk është zona ime. Pra, merrem me gjithë miqtë e shokët, pjesë gri e tjerë me radhë ku kam influencë, qoftë nuk është zona ime, pavarësisht se kam zonë përgjithësie këto që ju elenkova. Keni filluar ju të përshfaqni programin e partisë në takimet elektorale që zhvilloni, nëse po, çfarë pyetjesh ju bëhen nga ata që ju dëgjojnë? Parë njërë që patjetër që po, pikë kryesore të ne janë më të 3 gjërat: bujqësia, që është në vend parë me të drejtën. Pika e dytë është pensionet, pra pa ajo kvota minimale, paga minimale që kemi minimumi jetik për 200 njerëz, por dhe pensionet minimal që do të jetë, s'ka të ketë me edhe apo rrogat. Ato është të ardhurat, janë gjithë interesë me të drejtën e gjithë familjeve shqiptare, gjithë shqiptarëve. Dhe pjesa tjetër pastaj është mjekësia SIM, që është edhe kjo një pjesë të cilën qyteti jon nuk e ka. Por kanë dhe një gjë tjetër, përveç se te bujqësia futa edhe shërbimet dhe ato çka do të bëj Partia Demokratike, pra edhe shërbimet, pra që janë kanalizime të tjerë me radhë. Kurse tek pjesa e shëndetësia SIM, që janë të dyja të merri që ndodhet në spitalin e Lushnjës, e kam thënë, vazhdoj ta them, ju e keni dhe ftoj gjithë secilin ta vërejë. Unë nuk mendoj që do të ketë një spital në Gaza në gjendje më alarmante se spitali i Lushnjës. Njëkohësisht dhe shkollat, sepse tek ne gjithë po mbyllen, dhe po i ofrohet që mësuesit e ciklit ulët shkëra duhet të gjurmojnë vetë nxënësin, ndryshe nuk do të jenë më mësuesi vitin tjetër. Pra ka arritur atje sa gjithë mësuesit e ciklit ulët na marrin telefon për të çuar fëmijët në shtator. Duke qenë se vajza ime do të jetë shtator në klasë parë, nuk ka ngel mësues që do të marrë cikël ulët klasë parë pa marrë telefon. Kështu që kjo është një tjetër pikë problematike që duhet ndryshojë. Si kuptohet Shqipëria madhështore në Divjak, si kuptohet në Lushnjë, si kuptohet? Çfarë thonë njerëzit? E para njerëz, Shqipëria madhështore është që mos ngeli Shqipëria boshatisë. E para një t'i ofrojmë mundësi nëpërmjet programit dhe gjithë atyre që kanë në diasporë që brenda 5 viteve nuk do të kenë taksë, gjithë atyre që do të hapin një biznes dhe që vinë nga diaspora, dhe kjo është një hap shumë i rëndësishëm. Patjetër që zona Divjakës pastaj është hambari, ta quajmë, ose zemra e Myzeqes, ku prodhon dhe mbjell vit 3 herë në vit, kështu që ka një lloj larmishmërie të jashtëzakonshme në produkte bujqësore që mund të më ketë mundësinë në rast do t'i ofrohet tregu dhe ndihma nëpërmjet shtetit, subvencione të cilat nuk do të jenë me ato 30 milion e mbarura që japin këta dhe 10 milion kalojnë për ata që i shpërndajnë këto lekë, por do të kenë një subvencion plot edhe rikthimi besimit, ndoshta në mënyrë absolute, rikthimi besimit edhe përsa i përket pjesës së Europës, marrëdhënies që të rihapen dhe një të fondet i parë, që këto ditë thonë që do të riçelin, por në mënyrë të jashtëzakonisht të riduktuar, pavarësisht se kanë kërkuar rikthimin e shumave të vjedhura të IPARD. Ju dini që pjesërisht kanë shkuar për shtëpi në palas dhe pjesërisht pastaj për oligarkët për sera. Ne do të rikthejmë, do të bëhet rimbursim për njësi për gjithë fermerët, që do të thotë që konkretisht njerëzit sa prodhon ai do të marrin për kilogram, ashtu si ndodh dhe në Kosovë dhe Maqedoni. Patjetër rishikimi gjithë inputeve bujqësore në mënyrë absolute për të ruajtur si fermieri ashtu dhe konsumatori, në mënyrë që mos ketë më abuzime të tilla, që është shqetësues, ju e dini, për tregun shqiptar. Nuk është faj fermierit se pesticidet vinë të pakontrolluara në doganat shqiptare. Kjo dhe shumë të tjera pastaj, përse është rimbursimi i serave, nuk mund të ketë, nuk ka fermier
të vogël ose të mesëm që të përballojë ngritjen e serë 1 hektar sa kërkojnë këto për kriteret e ZBR-s, por rimbursimin për çdo dy lymë serë që do të kenë ose për 500 metra apo si heqjen e kritereve bazë siç janë ato për shembull nëse s'ke 10 kokë lop nuk merr, po të kesh 9 nuk përfiton. Pra shkuarje konkretisht, pra lekët shkojnë të vej hakat i Zotit realisht tek fermieri dhe jo të oligarkët që s'kan lënë gjë pa u marrë me këtë pjesë, ndërtojnë ato serat, pastaj i lënë në arrest sepse ato ose i shesin për të fituar ato 5 apo 100 milion lekë. Pra, domethënë është bërë një krim me gjithë subvencionet apo me lekë të ardhur nga ZBR-ja, kështu që në këto kushte rikthimi besimit fermierit sepse është mundësia vërtet që kjo zonë që ka gati 40% e krahut punës është në bujqësi, atëherë t'i kthejmë bujqësinë sepse edhe t'i japim tregun. Patjetër t'i japim dhe komisimin e subvencionimin në mënyrë që të bëhemi elitar në Europë, se është mundësia që njerëzit nëse jep këto mundësi, patjetër që të kenë dhe hapësirën edhe për të futur në lekë shtëpi, se kjo është mos dalim me jeka se më humbi siç dalin sot dhe i lëm i braktisin serat pastaj në fund vitit. Siç e pat ndoshta pak më parë edhe përmes fleshit informativ duket se janë sjellë